Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër edicion të emisionit tonë. Sonte do kemi kënaqësinë që të mirëpresim një personalitet të veçantë, i cili ndër vite me radhë ka lënë gjurmë në jetën publike, institucionale dhe atë shoqërore në vend. Ai njihet për profesionalizmin, përvojën e gjatë dhe qasjen e qetë të cilën ai ka dhënë për të gjithë ata të cilët kanë përcjellur. Gjithmonë e vendosur ndaj çështjeve të cilat e kanë përcaktuar rrjedhën e zhvillimeve të rëndësishme në Kosovë. I ftuar sonte në studion e Radio Televizionit të Fontanës dhe në emisionin tim është Adnan Merovci, bashkëpunëtor i Dr. Ibrahim Rrugovës, një emër i njohur që me përkushtim integritet ka kontribuar në institucionet kyçe të shtetit, duke qenë pjesë i proceseve që kanë ndikuar drejt për drejt në formësimin e realitetit politik dhe shoqëror. Është ligjërues në Universitetin e UBT-s për media dhe komunikim, si dhe autor i emisionit Fakte. Kam kënaqësinë që sonte është në studio me ne. Adnan, përshëndetje dhe faleminderit që je në studio. Me të vërtetë ke nderuar Ristogun, Fontanën dhe të gjithë ata të cilët e dojnë dhe admirojnë punën tënde. Faleminderit, Marigona. Unë nuk jam për herë të parë në TV Fontanë, megjithatë jam për herë të parë në Studio 3, kështu që ty të uroj suksesin punën tënde. Faleminderit. Përshëndetje për krejt Bathënzeq, mos më harru se e kom një rand më. Faleminderit shumë. Jeni përmendur shpesh për ngjarje të rëndësishme politike dhe shoqërore. Çysh e ke përjetuar çit pjesë dhe çit rrugtim gjatë jetës tënde? Tani, ky është një fat që njeriu i vjen, për çata dhe quhet fat. Megjithatë thuhet që edhe fatit ka pak duhet me i pri. Po. Ose para pri. Në fakt janë vërtetuar gjanat që nuk janë edhe të gjitha rastësisht, e kanë një farë lloj spjegimi, si më thonë. Unë kam mbaruar fakultetin elektroteknik vitin 1981 dhe kam qenë bursist i Bankës Bashkuar të Kosovës dhe si inxhinier diplomum kam hyrë me njerën punë aty dhe kam qenë bashkëpunëtor i lartë profesional në qendër kompjutorëve, si më thonë. Sikur tash ekuivalenti është me një IT të avancuar për kohën, edhe pse teknologjia ka qenë ndryshe atëherë. Dhe për 10 vite kam punuar aty. Në ndërkohë kam dhënë edhe mësim në shkollë të mesme, më thonë krahas punës të rregullt, dhe kam banuar edhe si student një periudhë në Lakrisht, në lagjën e Prishtinës të njoftën, në hyrjen e dytë, sepse 5 hyrje i ka e Lakrishta e njohtur edhe sot. Dhe kam, për fati ka dashur që të njëjtën hyrje ka banuar edhe një personalitet për kohën shumë karizmatik, një shkrimtar i madh, një shkrimtar pak më ndryshe, edhe në pamje dhe në ide, që quhet Ibrahim Rrugova. Dhe ai ka qenë katin e 7, unë kam banuar katin e 9. Dhe jemi takuar në ashensor. Kjo ka bëu që unë të njihem me te si njerëz, çdo herë ma ka grabit përshëndetjen, çdo herë dhe si veti e tij ka qenë me u drejtu njerëzve në emën, Adnan si je. Nuk më isha vetë i pari me e pyet se ma grabit këtë dyqysh. Dhe deri këtu jemi në rregull. Por fillun lëvizjet, domethënë përfundimi i luftës ftofte, pluraliteti e krejt ato që ka ndodhur në Kosovë në vitet mas 81, ku kam qenë pjesëmarrës i demonstratave, edhe pse thash që bile në muajin tetor kam diplomuar. Atëherë kam qenë aktiv vazhdimisht. Unë një pasion e kam pas edhe e kam ende, po tash në mosh kamerën e kam dash gjithë. Dhe kam pas ble një kamerë moderne atëherë, që është magnetike me shirit magnetik, të i parapri me disa kamerat ma hershme të janë qenë Super 8, çdo herë jam marrë me këto sende, dhe në zhvillim të ngjarjeve dhe u mbyll edhe televizioni me pas korrik 1990, unë kam qenë shumë aktiv në xhirim të materiale dhe në arkivim tyre, kum pas si pasion këtë punë. Ndërkohë, domethënë kam shkuar në shoqatë shkrimtare të Kosovës, kuptohet, jam njoft me presidentin Rrugova dhe kam xhiruar aty ato aktivitetet që kanë ndodhur. Kështu fillon kjo. Dhe në fund kam përfunduar në një njeri që kujdeset për mbarvajtjen e punës të tij, se kam pas që askush nuk po kujdeset për te. Ai më kanë njoft, kurse rrethi nuk më kanë njoft dhe ka qenë pak si befasi kush është ky njeri, ka herdh, s'po e njeh askush. Çish ke kaluar periudhat në shoqërimin dhe në bashkëpunimin me Dr. Ibrahim Rrugova? Po është periudha më e ndritshme e jamja, domethënë nëse kam përfunduar një fakultet master
në elektroteknik me Ibrahim Rrugovën i kom kryu edhe 2 tjera. Dhe këtu zë fil ajo aktiviteti jam dhe prezenca jam në këto procese që ishte edhe pyetja juaj, domethënë çdo herë nëse jakën me presidentin Rrugova, nuk ju kom do brenda dhe jashtë Kosovës. Mbas sa viteve ka arritur ai që ta ketë një besim të plot tek ti për bashkëpunim, për bisedime, për të mbajtur afër edhe më shumë se sa bashkëpunëtor? Në fakt, Rrugova dorën zemër nuk më ka zgjedhë mua që t'jem afër tij. Unë kam punu dhe ai ka njoft punën time. Rrugova çështjen e besimit e ka si institucion që ekziston dhe që kultivohet edhe vetë ndërtohet, pa me paracaktue. Rrugova nuk i ka zgjedhë gjanat për veti. Rrugova ka punu dhe i ka njoft veprimtaritë dhe punën e të tjerëve. Kjo ka ndodhur edhe me mua. Do me thonë, ai e ka pa që unë e kam, si që thot populli, hakikat dhe për kushtim këtë punë, e ka pa vetmohimin dhe angazhimin tem, edhe kontribute dorën zemrës, dhe tani s'du të flas këtu për pjesën edhe financiare, po unë në fillim kam qenë edhe në atë kohë edhe materialisht mirë, rrjedh për një familje relativisht mirë në këtë aspekt, kam pas një familje të konsoliduar, dhe përcaktimi jam ka qenë, do me thonë, me dimenzionin e misionaritetit, dhe ai këtë e ka kuptu dhe e ka pranu si tillë, do me thonë e ka njoft punën time. Dhe kur nuk është vu në pyetje çështja e institucionit besimit, sepse ai vetë Rrugova ka qenë njeri që ka rrezatu dhe reflektu dhe me energji që me i kthy senet për marë. Dhe çdo herë të njerëzit ka kultivu më të mirën këtë rast edhe institucionin e besimit. Bile unë shpesh herë edhe kam thonë dhe po e përsëris, edhe kam shkruar që në një rast është pak rast krahasimi nuk është shumë i lezetshëm me përmend, por po e them që një atentator i paguar për ta likuiduar Rrugovën, nëse kish me pas rast me u taku para aktit 1 minutë, veç 1 minutë, që me ja transmetua energjinë ai kish jek dorë për kësaj pune. Që i bie se Rrugova ka qenë rrezatus i një profetizme. Dorën zemër ai profet s'ka qenë, por ka rrezatu e profetizëm. Ai të ka bo mundi mirë edhe energjia atish i ka orientua ato elektronet pozitive. Ai thoi që du të më marrë me njerëz dhe më marrë me anën e mirë ti. Dhe këtu, do me thonë zë fill, ai kontributi im, edhe unë jam deklarua qysh në fillim që unë nuk kam nevojë edhe nuk do të mirë me politikë edhe afër teje. Unë do të përcjell politikën e përkrahi, jam i 100%, por nuk do të mirëm. Dhe ai e ka kuptu këtë gjë shumë mirë dhe e ka mund vje keq, nuk është hiç modeste me e thonë, po e them. Që kur t'ju kom afru Ibrahim Rrugovës, 2-3 njerëz afër ti kam pas, le të themi përvoja dhe shkollën që kam pasur. Pa modesti, që i bjen se sikur të kisha pasur në ambicje të ingranimit në LDK në atë kohë, se LDK-ja ka qenë, do me thonë, si institucion, masandej ardhën zgjedhjet e presidenca e kutadijun, pas referendumet që u majt vitin 91, ka mujt të hyjnë ingranazhet të atyne strukturave. Po unë nuk kam dashur, unë kam dashur të rri Rrugovës dhe ai e ka pranu këtë çështje dhe ty qenë kështu e kam shoqëruar në gjitha takimet mrena dhe jashtë Kosovë, kam arrit domethënë me 10 herë të shkojmë në Amerikë vetëm për Evropën mo. Çka është një diçka që ja vlen të ceket që ti ke mësuar nga i bashkëpunim? Unë pejti ajo që mu menere më bjen mend dhe që e baj çdo herë me veti është një gatishmëni për mu ballafaqu me sfidat që ti shkakton ose momenti ose që ti shkakton një dukuni e keqe. Domethënë Rrugova i ka marrë shumë çështjet qetë urt dhe but si trajtim tyne. Domethënë nuk ka marrë turr në gjana, nuk ka qenë nuk ka pasat entuziazm iracional, nuk ka qenë spektakular, nuk ka qenë teatral. Ai ka qenë njëri i qetë, i urt, i but, dhe për çdo gjë ka mundësi të flitet, të bisedohet dhe të trajtohet mirë, po gjithëherë me energji pozitive. Unë kam qenë si tip pak më, le të themi agresiv, pak ndaj të keqës, pak më
shpërthys situata, nga unë kom fillu dal nga dal. Bile sa po kalo koha, mua ju po më kultivohet. Dhe mu nështa s'kom nevoj shumë më duft ky element, sa po kom dëshirë që me transmitu të tjertë. Bashkë kështu si shrut ju shumë mirë pyetjen. Më thonë, nga i kom marë atë mënyrën që do të mjë qasë, edhe në situatat vështira, sepse unë, Ibrahim Rugovën, e kam taku në momente ekstremet lumturat tina, dhe në situata dhe ekstremet edhe të rrezikshme, të themi edhe për jetën tina, ose të ndonjë situate ku ai kom menduar që ka me e luhat, unë kam qenë prezent dhe nga e kom pa ai qysh në këto situata krejt divergjente, antagoniste në zveti, që ka një farë urtësie dhe qetësie. Urtësi dhe qetësi. Cila ka qenë një sfidë më e madhe që ju e keni përballuar së bashku, por dhe që Definitivisht është një sfidë e përgjithshme dhe do të hyjnë dy konkrete shpejt. Sfida e përgjithshme ka qenë vetë mbarvajtja e punës tij për 10 vjet sa kam qenë unë deri mas lufte, deri në maj të vitit 2000, kur kam shku në angazhime tjera. Domethënë masi që është kry krejt procesi, le të themi, i çlirimit të Kosovës. Dhe në 10 vite se po më vje keq që po duhet me përmend fjalën modesti që mos me lëndu, por në 10 vite, domethënë Ibrahim Rugovës nuk i ka ndodhur një keqe si rezultat i neglizhencës së punës sime dhe ekipit që kam pas. Për mbi mu, politikisht Rugova ka qenë ishi dihet ajo, por në shërbime unë nuk kam pas e pror. Jam kon kryesori dhe unë kam marrë përgjegjësitë si të tilla. Dhe mos të harrojmë që jemi ballafaqu me një pushtues të paparamenduar në kuptimin e dredhive, dinakrive. Dhe Rugova ka qenë në fillim bile ka qenë një përbenç i serbëve me ide dhe me rrugën që ka zgjedhur. Si till ka qenë cak i tytave të mëdha për likuidim nga anmiku. Dhe ndihem mirë nëse një hallk të tillë për të ndodhur kjo, puna ime e ka ndërprej. Dhe kjo do të thotë që unë ndihna sot mirë që në 10 vitin sa unë kam qenë në zyrën e tij, që kam mbulu kryesisht protokolin dhe sigurinë, që nuk ka ndodhur një keq. Kjo është një në planin e brendshëm, po kemi pas sfida, po sfidë e cila është shndruar sfidë shumë e rëndë, po është shndruar mandej në një, le të themi nëse më i thonë vetë kënaqësi. Kjo ka qenë koha e arrestit shtëpiak, kur unë i vetmi nga bashkëpunëtorët me familjen time dhe familjen e tij të ngushtë dhe disa familjarë të tjerë, na ka pushtuar policia dhe ushtria serbe, dhe aty ka qenë një katrahur e madhe dhe ajo ka qenë sfidë e jashtëzakonshme, por në saje prapë po të them, kjo ka ndodhur diku rreth afër 10 vjetë pasi kam qenë afër Rugovës, që do të thotë që unë jam formuar me Rugovën, jam kon kozaj përgatit edhe unë tash. Por kur e kam pa që erdhi një moment ku nëse ky si foshnje ja kanë marrë babën edhe babgjyshin ja kanë likvidu, atëherë përparësia e ukës e mendimit dhe të utës në krahasim me Rugovën qenka që ata po e shifshin babën e vet ty likvidu sërt. Kjo është sjellë në kokën time. Dhe aty për herë të parë kam bënë një komunikim me Zotin. Dhe e kam pa në fakt Zotin. Nëse Zoti ekziston ty besu, unë ty besu e kom pa, dhe unë e kam shtru një lutje, kam thënë, Zot, shpëtoj këta fëmijë mos të shohin duke e likvidu babën e tyre. Dhe kjo është sfidë shumë e madhe. I vetmi njeri aty që ka dhonë energji pozitive dhe që na ka qetësu ka qenë vetë Ibrahim Rugova. Mu më kujtohet që kam qenë ullur unë, bashkëshortja ime, Rugova, Zoja Fan, mandej ka qenë Teuta, Uka dhe kështu, aty kur na kanë ullë në një vend, po e përshkujnë në një moment, dhe më kujtohet një fjalë e bashkëshortës sime, duhet tash ta them këtë se kjo është vërtet, i thot kryetar, mos ke marak se ne jemi këtu. Dhe tani kur një femën
një botë femrore të merë në mbrojtje, ti e ke mbrojtjen edhe të Zotit. Sepse aq e madhe fuqia e femnës në një situatë tillë dhe kështu ka dalë në fakt. Pas krejt një rmuje që ndodhi aty në fillim, se nuk duhet tash mi marrë kohat, minutazhin rreth përshkrimit kjo temë tjetër, kjo ka qenë sfida më e madhe. Dhe pastaj unë kam thonë, ky njeri mund të ndroj jetë vetëm një minutë para meje. Mas një minuti, edhe unë nuk jam gjallë mu. Por, jo pse ashtu me thonë. Hajde të punojmë, të luftojmë, që të mbesim gjallë. Dhe për mu ka qenë interesant veç jeta e Rrugovës, por jeta me ftyrë. Sepse ftyra, veç ftyra është më e vlefshme se jeta. Dhe pikrisht kjo ka ndodhur. Kemi ru ftyrën dhe kemi shpëtu kokën. Dhe tani unë kam marrë një stog në vendlindjen e tina, ku ai ka jetu dhe ka vepru dhe ju e njeni, dhe unë njerëzve nga i stogu, po ju thomë, bashkë, edhe fshatarëve ti, bashkëqytetarëve ti, që le të rrinë të qetë, se unë jam dëshmitar i gjallë i heroizmit ti në një takim të dhënshëm me Miloševićin, ose të pavullnetshëm, do shta më fjallë adekuate është. Sepse ai në atë takim e ka tregu heroizmin e vetë me armën e ti që ka luftu dhe arma e ti ka qenë fjalla. Fjalla. Do me thonë, ai thonë të unë jam doktor i fjallëve. Doktor i fjallëve, thë ti e inxhinieri elektroteknikës, thë unë jam doktor i fjallëve. Dhe ai me fjallë, në takimin që në një pjesë të ti kam qenë edhe unë prezent, dhe kjo tani është bo publike, unë kam bo dhe liber rreth kësaj në përgjithësi, aty e kom pa që definitivisht madhështia ati dhe urtësia ati, po jo butësia, është në kulminacion, me fjallën, kur i ka thonë. Mekanizmat ndërkombëtar janë hy në repartje, nuk ka kush që i ndalon bombardimet për posplotësimi kushteve që i keti. Dhe pranoj kushtet, të shpëtojnë të gjithë. Dhe të shpëtojnë edhe populli yt. E kishte fjallën për. Dhe këto fjallë kanë qenë, dhe pastaj thot qysh thot me i ndalë, qysh me i plotsu kushtet, edhe djepin e serbizmit unë me dorëzue. E ajo është Kosova. Këto ja tha Miloševići, pi thot një shkrimtari, se pi kjo rreth djepit është këza fjallë që i takon këty në letrarëve, shkrimtarëve, këta dion. Dhe ai thot, nëse djepi ka qenë sërb, fëmiu ka qenë shqiptar. Dhe shqiptar. Merë me mend në një situatë ku një fjallë e ti, ose një shqicim e ti, e kanë në dorë jetën tonde, ti mi ja thonë këto fjallë nuk janë të leta dhe ja ofron edhe një buzëqeshje ti karakteristike që ka pas. Dhe aty une jam qmend. Dhe thash vetë me vete, o kryetar, po qa po duhet burë këti farë gjakpirë, po hajde të shpëtojmë diqysh. Jo me shpëtu, po veç me ftyrë. Kështu që atë që deshta edhe nërta për cëris, le të rinë qetë krejtë shqiptar honja, e mas qumë të istogu që edhe i përket Ibrahim Rugova, që heroizm matë madhe Ibrahim Rugova, heroizm shekullor, ka bo duke e mbrojt Kosovën dhe shqiptarin me fjalët fëmiu është shqiptar. Nëse djepi që nga sërbë, si që qunë të ajë Kosovën, djepi sërbis. Dhe definitivisht këto kanë qenë sfidat t'i kthejna pyetjes se humba dhe unë këtë rëfimin tim, që kjo ka qenë një sfidë shumë e madhe, po njëkohësisht edhe një farë ndjenje dhe empatije që ka po e flasë, unë e po e ndi. Pikrisht, edhe te kone ke, do me thonë, dëpërtu një emocion të tillë, pasi që të ndëgjosh historitë të tilla është e lavdishme, sinqerisht. Ku e kalon doktor Ibrahim Rugova Kosovën dhe ku e kemi? Ibrahim Rugova Kosovën e ka sjell fillimisht para lufte dhe para bombardimeve në Këshillën e Sigurimit. Ju e keni një fshat që të Vrellë quhet. Po. Një shuplakë në vitet 90-a me udhonë në Vrellë, për 2 orë ka marrë vesh Këshilli i Sigurimit. Në sajë së punës, aktivitetit të dheqën prej logjikës dhe idesë të Ibrahim Rugovës. 5.000 njerëz në Kosovë kanë qenë të ingranuar dhe të përfshirë në çështjet të informimit. Kur më kam pa mu njerëz me kamerë të gjyru se kom nga në për fshatra, pleqe plaka të vrapu
më dhonë intervist edhe me përshkru, sepse ndjenja për me u prezentu ka qenë ngulitën të populli jonë. Edhe sot që dojnë ta demonstrojnë dëshmin, sepse dëshmia ka qenë në anën tonë e drejta. Dhe duke qenë kështu, Ibrahim Rugova, me këta 5.000 njerëz që kanë qenë kryesisht në kuadër të komisioneve për informim të Lidhjes Demokratike të Kosovës, në kuadër të strukturave të Këshillit për mbrojtjen dhe liritë e njeriut që kanë qenë gjithandej Kosovës, edhe të organizmave tjerë dhe qytetarëve dhe vullnetarëve tjerë, kanë prue që çdo gjë të koncentrohet në një numër telefonit e në një faks që pastaj është shpërndarë në botë dhe ai pastaj është gjithë shpërndarë gjithandej në mënyrë të fuzionit, do me thonë, ka dalë nga faksi i Prishtinës, ka shku në gjitha ambasadat, ka shku në gjitha zyret jashtë, në gjitha degët e LDK-s, ata të gjithve dhe kështu është arrit një rjetë dhe këtu e ka sjell Rugova Kosovën dhe realitetin. Rugova ka pas politikën publike dhe atë politikë ka dashur me transmetu dhe gjendjen ty e përshkru në Kosovë. Dhe kjo ka arrit, si që thash, për 2 orë prej vrelle në Këshill të Sigurimit. Dhe matutje, çështjen e afirmimit të drejtave të shqiptarëve në Kosovë, bile edhe krejt shqiptarinë në Ballkan, e ka afirmu si nevojë e arritjes të tyne edhe në shekullin 20 e 21 me rrugë paqësore, nëse është e mundur. Por Ibrahim Rugova nuk e ka mohu luftën, edhe nuk ka qenë kundër luftës. Është njeriu i parë që e ka parapo luftën. Në vitin 1989, thot në intervistën me gazetarën e famshme, Renata Flotau, në Der Spiegel, revistën prestigjioze që i ka dhonë, si me thonë, famë Ibrahim Rugovës, thot, këtu s'mund të ketë luftë, mund të ketë masakra ndaj shqiptarëve. Por, le ta di populli sërb që edhe ai nuk o populli madh në Ballkan. Kështu që le të ketë kujdes. Dhe e ka shpik postulatin të mbrohet pragu i shtëpisë. Sepse vinin njerëzit, rruga paqësore mirë, po e udhëheq, po e afirmon. Atë paqësore po agresive dhe aktive. Agresive në kuptimin e mirë të fjalës. Dhe po mirë për kryetar, po na vrasin e po na vi. Po të vjen shpeja, jo, pragu i shtëpisë do të më mbrojt. Është maksim e madhe. Dhe kush është zbatuesi më i madh i maksimës të Ibrahim Rugovës për pragun e shtëpisë? Është familja Asharit me kryekomandantin. Asnjë plumb, pe aty në 1000 plumbave nuk ka shkrep 20 metra las shtëpisë tyne. Kush e ka mbrojt pragun e shtëpisë më shumë se familja Asharit? Por të e mbrojt pragun e shtëpisë, ata e ka mbrojt pragun e krejt Kosovës. Dhe sot është shndruar në një institucion që quhet Hynia Shqiptarisë. Dhe definitivisht Ibrahim Rugova ka sjell Kosovën deri në shpërthim të luftës, si rezultati politikës ti dhe rebelimet të armatosën të krejt strukturave, sepse ata njerëz që kanë marrë anë në dorë kanë qenë shqiptarë tonë dhe krejt shqiptarë tonë kanë qenë të përfshijim në një mënyrë ose tjetër në lidhjen demokratike të Kosovës, po flas për kohën, jo në këtë lidhjen demokratike moderne, sepse tash flasim për një lidhje demokratike në pluralitet Kosovën e pavarur, që është një grupim politik që eventualisht nëse kem kohë mund të flasim. Por, ai e ka sjell, do me thonë, gjendjen që aq të njohur sa që, si që thash, një ndodhi këtu, në botë u mirë të vesh shpejt. Dhe u sensibilizu çështja deri në atë mas, sa që 19 demokraci të botës, që në atë kohë edhe sot quhet NATO, po sot ka ma shumë shtete, atër i ka po. 19 i ka bo bashk për ta bombardu këtë vend. Tani, të e marë parasysh politikën dhe rrugën e tij, të e marë parasysh luftën që është të udhëhequr prej ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe sensibilizimin e përgjithshëm ka ardhur deri tek bombardimet. Unë nuk e di, ti sigurisht ke qenë shumë e vogël, ose a ke lind, as ke lind, se di në atë kohë, por sot, kur po flasim, unë kam dilema me vetveten. A thu është e vërtet që në vitin 1999
ty fillu prej 24 marsit 1999, 2 ditë pasi që ne jemi kthy nga Parisi ku në shkru marrëveshja Rambujës, kanë ndodhur bombardimet këtu nga NATO-ja ndaj çoqeve serbe, policore dhe ushtarake për shkak të shqiptarëve. Shpesh herë po them, a është e mundur kjo? Për të dhez ata avianët italisë, shumë është dashur hecët të punohet. Me 100.000 letrat faksit, e me 100.000 telefonata, e me 100.000 protesta, e takime, e sensibilizime, e në këshill të sigurimit, e në shtëpi të bardhë, e në kongres, e në senat, e në parlament evropian, është dashur. Dhe krejt kjo djerë se krejt të i popullit në fund, është kundërzu me qatë ndezje të avionëve dhe bombardimit e çoqeve tu. Dhe ky komplementaritet i politikës të Ibrahim Rugovës, deri në luftë, dhe lufta e hecun dhe manifestuar me krejt veprimtar dhe njerëz të Ibrahim Rugovës. Edhe që tu një stok keni pas njerëz që kanë qenë njerëz të Ibrahim Rugovës, dhe kur them të Ibrahim Rugovës të Kosovës, dhe në aleancë me NATO-n dhe me krejt botën demokratike, ne u çliruam. Dhe sot jemi në dimenzionin e tretë të postulatit të Ibrahim Rugovës, liri, pavarësi, dhe ne jemi tash në demokraci. Lirinë e kemë arrit, pavarësinë po, demokracia është për të dëshiruar çdo herë, edhe më shumë. Pra, në pyetjen tënde, çka boni Rugova, deri ku e solli dhe ku është sot Kosova, sot është në postulatin e fundit që quhet demokraci, dhe ai thonte demokracia është dorë për të dëshiruar, sepse është organizëm i gjallë, gjithëherë lëviz kërkon më tepër. Dhe sot, kur po flasim, ne jemi edhe në një situatë, pa me dash tash me fu politik ditës, po në një proces zgjedhor që do të vijë, që nuk ka asgjë të keqe, që po mbahen, që po rimbahen, por që ndoshta ishte dash pak më shumë ata që mundin me ndiku që këto zgjedhje mos mbahen kaq shpesh, sepse është edhe një gjatë tjetër që nuk po mendohet shumë, dhe ajo është kostoja. Mbi 10 milion euro kushtojnë që to zgjedhje, kanë mujt mos mendohet. Dhe po kanosen edhe një parë tjera në tarmen. Dhe kjo është qaj dimenzioni i, le të themi, i amanetit në përgjithësi edhe të rëmbëve, që kultivimi e demokracisë sot. Megjithatë, unë jam njeri kështu optimist për natyre, dhe këtë optimizëm e kom marrë për Rugovës, se s'kam qenë i tillë përpara, që do të hecin gjanat. Po një vlerë që ti e ke trashëguar prej familjes? Prej familjes time? Po. Tani familja... Që ke shkuar ti i përgatitur afër doktor Ibrahim Rugovës? Po, tani kur thuhet familja është e ngushtë edhe e gjanë, le të themi, këtu po mendohet, sepse kur i kam qasur Rugovës, unë kam qenë i martuar, dhe i kam pas 3 fëmijë, 4 tim ka lindë kohën e Rugovës, në vitin 95 Bilaj ka qenë kumbar, dhe i saj vajzë ka qenë, që Rugova e ka vu emrin, dhe ajo është Alba Merovci, vajza e vogël. Por kur ju kom afru Rugovës, dhe me thonë e kom pas atë, le të themi, atë trashëgimin e familjes gjanë, babës dhe babgjyshit. Une në fakt, këtë frymëzim ose këtë virtyt familjar, që pastaj e kom implementur, le të them, me bashkëpunim me Rugovën, ja dedikoj kryesisht prindve dhe babgjyshit tem. Babgjyshi ka qenë bashkëpunëtor i Hasan Prishtinës, me Min Merovci, dhe ai ka qenë njeriu mu që ma ka ngjizë çështjen e shqetësimit kombëtar. Dhe kjo ka qenë edhe babës dhe nanës dhe 4 vllazëve që i kam pas dhe 3 motrave si familje e madhe. Dhe ajo që mu më ka bo, kjo që jam në atë për kohën kur ju kom afru Rugovës, ka qenë që familja është konsideruar si celula kryesore e shoqërisë. Do me thonë, nuk ka këmbë pa celula, dhe celulat janë shoqëritë me pjesë të saj, dhe pjesë elementare është familja, dhe kem qenë një familje e madhe, dhe qaj ndershmëri, qaj përcaktim atë dhe tashës, dhe ndershmëria në veprim ka bo që une mendoj që kom arrit suksesin edhe në aktivitetin tem afër Ibrahim Rugovës. Adnan, apo mendon që shoqëria ose brezi i ri
për kupton drejt historinë në ardhje? Ndoshta për mu përgjegjë këtë pyetje, ndoshta me bëni një pyetje paraprake. A thu Brezi i ri është i njohur me të kaluarën dhe historinë tonë dhe sa është e rëndësishme njohja e historisë. Se këtu po mendoj që ndoshta edhe qalojmë. Unë e thash fjalën liri, pavarësi dhe demokraci dhe ne po jetojmë kohën kur domethënë trit tanë që i kanë mbush 18 vjet, ata çështjen e lirisë dhe të pavarësisë nuk e kanë përjetu. Ata kanë linë në pavarësi dhe ata janë zhvillu dhe janë sot të aftë, le të themi, edhe politikisht mu marrë me politikë, me veprimtari, edhe le të themi me votue. Dhe duke marrë këte parasysh, ata ishte dasht ta dinë që e kalura është shumë e rëndësishme për të ardhmen. Një urë lidhëse ose një hallë. Definitivisht, sepse po nuk jeti i njoftun me të kaluarën, ti nuk mundesh as për të ardhmen me kontribu, as me parapa, as me ndje. Pse? Sepse e kaluara është baza dhe bazamenti. Dhe e kaluara këtu te na takon edhe neve, që nuk jem ata. Çka na takon neve? Na takon që atë ta prezantojmë sot. Dhe nderimin më të madh të krejtëve, si njerëzve, veprimtarëve, ish ushtarëve, invalidëve të luftës, familjarëve të tyre, dëshmorëve, herojve krejt, ja u bojmë nëse ne provojmë me thonë vërtetën. Tu e thonë vërtetën dhe atë vërtet tu e absorbu gjenerata e re, si fakt, mund të planifikohet edhe e ardhmja do të jetë ma ndritshme në dimenzionin e demokracisë. Sepse thash edhe njerë me demokraci kuptohet. Ndershmëria, puna, zgjedhjet e puna e drejtë, puna për prosperitet të shtetit, lufta kundër dokonive të këqija, toleranca, barazia gjinore, fetare, e tjera. Kështu që unë mendoj që trit duhet të orientohen, por edhe ne duhet ta kryjmë punën tonë, duke e transmetuar atë të vërtet që ata ta kenë. Si ligjërues në fakultet, çfarë interesimi sheh tek studentët për pjesën mediatike, për mënyrën e hulumtimit të së vërtetës, dhe a e kryejnë me plot bindje dhe dashni një profesion të tillë, apo shkon pak si sipërfaqe? Tu i po pjesët mediatike si ç'është funksionojnë? Unë pjesën e ligjërimit Fakultetin për Media dhe Komunikim në UBT kryesisht e kam pas në landet ku prek ligjshmëria me mediat. Se unë nuk jam edhe gazetar, kështu që si të mendohet media dhe komunikim, mendohet që edhe ligjërues duhet të jenë gazetar. Dhe duke marrë këte parasysh, unë kam has aty në situata dhe temat ndryshme. Brenga me madhe është tash që student të ka pak, sepse kryesisht rinia ka dalë jashtë dhe po del fatkeqësisht. Por ajo çka vlen është çështja e fenomeneve hulumtuese, që dimenzionit hulumtues të fenomeneve, fjala vjet ose të lajmet, duke marrë parasysh dhe duke integru edhe çështjen e teknologjisë. Mos të harrojmë se ne jemi të folë sot për epokën e inteligjencës artificiale. Është një fenomen që është i pashmangshëm në përgjithësi. Dhe çështja e inteligjencës artificiale është një standard që ne duhet me pranu si të mirëqenë, dhe ishte dasht qysh në fillim me i marrë frytet pozitive për i saj në këtë kuptim. Dhe me qenë se kjo inteligjenca artificiale ka dalë viteve të fundit, unë kryesisht i kom provue me studenta edhe këtë dimenzion me transmetu të ata. Çka do të thotë këtë fenomen, ashtu si që kam kuptu unë, se na nuk jem edhe gjithaq të gjithdijshëm rreth këtij fenomene, sepse është në fillim, por është një sinjal që ka është e ardhmja dhe që apo në pret. Do më thonë që me gjithate ajo që neve në takon është mirë sa më shpejt me arritë, sidomos na shqiptarët. Nuk ishte dasht me na hik këto mjetët, po e quj figurativisht, transportuese, autobusat në një rreth, më na kalu
E me arë tjetër e autobuse me thonë, jo se ty t'ka ik autobusit, të dush me prit ato dhe t'kthehet. Dhe kjo është, mendoj që dukunia me keqet e ne, që ne po i lojmë gjanat më na shpëtu. Është shekullinës të ne, dinamika është e madhe, nuk kemë nevojë tash na 100 vjet me prit për më na ardh rani për diçka. Por mos harrojmë që gjanat zhvillohen me shpejtësi marrëmendse. Dhe ishte dashur që ne të jenë vetëdijshëm çka duhet të grabisim tani ashtu që të jem koherent dhe sinkron. Mos harroni që jem populli ma antik dhe me histori ma të pastër dhe autoktone në Evropë këtu ku jemi. Po. Të tjerët e kanë ndërtuar historinë me gënjeshtër dhe kundër neve. Dhe ata po janë hapa para neve. Para nesh. Adnan, me të qenë se edhe e thuaj se jemi edhe në fund të intervistës dhe s'kam edhe 2 pyetje rreth emisionit të cilën ti realizon fakte. Sa ke ndoshta vështirë që të realizosh, pasi që vet titulli i emisionit është një diçka që don pak kulumtim, don pak mësafir, ndoshta adekuat edhe të titullit të emisionit. Por që sa vite mban me sa di është një vit, është emision bukur i gjatë. Po, e vërtet. Faleminderit Marigon për këtë pyetje. Në fakt nuk kom has ende të shprehem në këtë pyetje, edhe pse dal ka herë në media, por dikon po realizohet emisioni 250. Në jetë kur nuk kam besue që një ditë unë do të dalë në moshën time t'ju thëm shikus nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës fakte. Këto po ndodhshin. Dhe çka po du me këte me thonë? Këta po du me thonë që edhe ndoshta që ai fati edhe vija është pak e fshet, por nuk është e rastit. Sepse, si që thash, unë duhe pas pasion kamerën dhe aparatin dhe dokumentaritetin, une në vitit 89-90 dhe krejt këtë pjesë deri në çlirim të Kosovës, kom grumbullu materiali, kom marrë materiali, kom fotokopiu, me mia videokaseta i kam gjirur dhe i kam rujtur në kohët luftës, edhe në kohët luftës, kom pas fatë që kanë shpëtu, mas lufte i kam digitalizuar, krejt kjo ka qenë iniciative imja, dhe sot kom arkiven po thuj matë madhë, sidomos atë të llojit të videos, për atë periudhë, për ngjarjet, për situatat, për takimet, dhe unë kom dashur atë arkiv me marë në dorën zemër, unë kam qenë edhe si me ide që edhe në kuadër të LDK-s disi t'ingranohem dhe kjo tjetë edhe produkt, sepse LDK-ja ka qenë bartë se e krejt ati procesi. Kurse kjo aktivitet jam ka qenë shtesë dhe ka qenë personali imi me kostot dhe me krejt të mijat. Nuk këm has fort në një farë dhe themi rezultati pozitiv që dikush tjetër dhe pastaj disa shok mu kanë pika ashtu, thot Adnan, po t'je di vetë arkivin ku është, mirë edhe këtu zëfill kjo emision, se e zgjata me këte. Dhe ka qenë puna që unë kam dashur vetëm të veçoj fakte. Qes fakte, dhe faktet pastaj edhe mund të artikulohen, shëndrohen në argument. Dhe këtu kryesisht daton, do me thonë, unë emisionet kryesisht i kam, tash kam edhe ciklet ndryshme, se kam edhe rubrikat ndryshme, kam një momentalisht për shembull që do ta filloj me transmetu pjesë të urtë Kosovës, ku tani kjo nuk ka të bëjë me atë periudhë, por kryesisht e pyeten edhe për atë periudhë dhe i kam disa edhe nga zona këtu e Istogut që s'po i zbuloj sonte që do t'i transmetoj. Mandej kam me mërgatën shumë i dhur rëndësi, njerëzit mërgatës dhe aktivitetit mërgatë. Se cili emision fjallën LDK dhe Ibrahim Rugove ka prezente se ka njerë mundohen mës me qenë, po ndeshët s'ke ka silësh në këto 2 institucione takohesh, të Lidhja Demokratike dhe të Ibrahim Rugova, dhe ndihem sot mirë që një pjesë të arkivet kam ende shumë t'ja u transmetoj publikut. 2 emisionet e fundit i kam pas me 2 vizita historike që kanë qenë vitet 1991 të intelektualve nga Shqipëria, Besnik Mustafaj, Teodor Lachos, pastaj të Lisem Bashkurtit, një studiusi Robert Elsi, dhe e fundit ka qenë e Dritor Agollit, kur ka ardhë, mas kongresit të Partisë Punës, në 10 qershor 1991, ai erdhë në Kosovë dhe e shpalosin një të vërtet. Dhe me thonë, dhe unë e krejt ato kom gjiru dhe e kam dhonë
në emisionet paraprake. Ndihem mirë që po e qes një pikë në këtë aspekt, por njerëz koha shumë po ma madhështojnë edhe po më dhojnë, kuraja të më thonë Adnan, kjo punë është ekuivalente me atë që e ke bo dhe i tash, edhe mu s'po mbjen me thonë, po mas i pe thojnë ata, kom fillu me mendu dhe me të vërtet vlerësoj që është një punë e mirë. Dhe bile, nëse më lejon edhe një apel institucioneve, që rreth njerëzve dhe dokumentaritetit dhe çështjeve që lidhen me fakte dhe me argumente, më i vu pak kujdes ma dhe me mu nuk o problem, unë e bëj punën time dhe kur ta përfundoj që të më punosh neta, atëherë unë arkiven tem komplet që e kam, me fotografi, me dokumenta, me pikërisht për ta deshta të pyes, që trashëgimi dhe që të pasurit tënde shpirtërore, se kjo të ka përmbushur. Po, e vërtet është, nga krejt kjo, une do t'ja jap bibliotekës kombëtare dhe arkivit të Kosovës dhe Shqipërisë, sepse kam materiale të dy por. Por deri atëherë unë do të provoj vetë me transmetu në publik, duke pretendue që me u thonë vetëm e vërteta. Unë i kam vetëm disa sponsor që më ndihmojnë privatisht, emisioni për të realizue ka një kostot vete, se unë kam edhe një studio time të vogël fakte, por edhe studio në televizionit ku kam punu. Fillimisht kam fillu 2 vjet kam punu në Klan Kosova, 3 vjet në fakt, dhe në vitin qëtë vit jam në KTV, ku do të vazhdoj dhe me këtë rast edhe i falenderoj televizionit KTV që ma ka mundësu që une, dhe me thonë, ta përdori edhe hapësinën për hapje mbyllit emisioneve, po edhe ndonjë mësafer eventual, dhe të transmetimit që i pët çdo të shtunë në orën 21. Dhe repriza është nesër. Por dhe kanalin tim të YouTube-it Fakte me Adnan Mirofsin, ku dikun rreth 700 video materiale ekzistojnë dhe janë mbi 250 emisione fakte. Ju lumt, po që shëndet të plot dhe gjithë kjo pasurie juaja dhe kjo trashëgimia juaja pikëpari shpirtërore, andaj edhe kontribut dhënëse për të gjithë popullin shqiptar, unë e uroj që të rënë gjatë pikëpari kjo e juaja, që ju të jetoni gjatë, por edhe të dim të ruajmë gjithë atë trashëgimi dhe atë pasuri cilën ne e kemi prej jush. Adnan, një mesazh për fund për të gjithë ata të cilët e kanë dashur Ibrahim Rrugovën dhe duan, një mesazh për të gjithë ata të cilët janë të pandashëm prej emisionit tënd dhe ata student të rinj të cilët dinë të japin vullnet për të ligjeruar në fakultet. Faleminderit shumë edhe për këtë pyetje. Në fakt, unë me qenë se ndodhem sot në komunën tuaj, nuk mund të vazhdoj më tutje pa me i përmend dhe në shaj mirënjohje dhe falënderime dhe nderime për disa figura këtu që gravitojnë nga kjo anë dhe duke fillu prej të ndjerëve tash fatkeqësisht dhe ata do më thonë të gjithë që janë prej Shaban Manajt, prej Fadil Feratit, prej Haki dhe Rustem Rrugovës dhe shumë njerëzve të tjerë dhe të tjerëve që janë aktiv dhe sot punojnë edhe me djalin e Fadilit i Lirin, pastaj me Shkambin që edhe ai po jep kontributin e vet, po edhe me të tjerë siç është Naser Rrugova, një potencial dhe një intelektual që ka ende për të dhënë për Kosovën, duke i përshëndet dhe duke i nderu këta, unë po përgjigjem në pyetjen tënde rreth mesazhit. Mesazhi im për të transmetuar në këtë rast te publiku nuk mundet mos të ketë burim dhe motiv prej bashkëpunimit tim me Ibrahim Rrugovën, se krejt pasunia jam sa i përket anës le të themi tani njerëzore, morale dhe virtyteve buron dhe është e thithun nga çaj tymi Ibrahim Rrugovës që kam qenë dhe kam pas fatin të jem afër tij. Dhe ky është nëpërmes një shembulli që e kam pas une me Rrugovën dhe mesazhit që ndron aty. I kam thënë në një situatë shumë të acaruar në një rast. I kam thënë kryetar, unë dola nga vetvetja, ishte më pyetje një person tjetër që e bone një veprim të keq
Dhe kur më pa rrugova në atë gjendje, qetësoj, por për të vetë qetësu në i tash kryetar, unë e qetësona vetëm nëse goja jote thot ka edhe njerëz të këqij në botë. Dhe ai njeri keq i pari jam unë, po i dyti është që ky që na e bone që të fjale, që folje, që të sende. Veç, a mundesh ti me pranu që ka njerëz të këqij? Filloj me buzëqeshje, më tha Adnan, po e vërtet është. Por në një gjatë dije, se që dhe njeri keq e ka një pjesë të mirë mbranda. Dhe dije që ti kur ballafaqohesh me to, ai e din që ti pe din që është njeri i keq. Por nëse ti mirësh me të mirën e tij, që e ka pak, dhe ja afirmon, fiton i të dytë. Seni i parë është që fiton ti dhe fiton ai për i të mirës, i dyti është që ai vetë gjykohet. Nuk ka gjykim më të madh në botë që mund ja bën kërkush kërkujt përpos njeriu vetvetes. Dhe në këtë shpjegim është mesazhi që buron. Do më thonë, provoni në ballafaqim me njerëz mu marë me pjesën e mirë të tij, fitojmë të gjithë, fiton edhe Kosova. Faleminderit shumë. Një mesazh adekuat, por dhe shumë i mirë. Faleminderit shumë Adnan që gjete kohën që t'jesh sonte me mua. Me të vërtetë ishte një kënaqësi e madhe dhe një privilegj për mua që ndava një intervistë bashkë me juve. Faleminderit shumë. Miq të dashur, kaq kishim për emisionin e sotëm, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.